Horoskopi 16 shkurt. Një ditë që do të trazoj fatin tuaj. A je gati për të vërtetën? 16 shkurti vjen me energji të forta emocionale dhe vendime që mund të ndryshojnë rrjedhën e javës. Hëna lëviz në një pozicion që ndikon thellë tek ndjenjat, ndërsa ndikimet planetare krijojnë tension por edhe mundësi të papritura. Disa shenja do përballen me surpriza në dashuri, të tjerat me lajme financiare që nuk i prisnin. Lexoni me kujdes, sepse për njërin nga shenjat, sot është dita që gjithçka ndryshon. Dashi. Sot ndiheni më impulsiv se zakonisht. Një bisedë që e keni shtyr prej kohësh mund të shpërthejë papritur. Kujdes me fjalët, ato do të kenë peshë më të madhe se zakonisht. Në dashuri, dikush pret një hap nga ju. Nëse jeni në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë përkushtim. Beqarët mund të marrin një mesazh surprizë nga një person i së kaluarës. Financat kërkojnë kujdes, mos merrni vendime të nxituara. Këshilla e ditës, mos reagoni menjëherë. Numëroni deri në 10. Demi. Stabiliteti juaj sot vihet në provë. Një situatë në punë mund t'ju bëjë të ndiheni të pavlerësuar. Mos u mbyllni në vetvete. Në dashuri, dita është e favorshme për afrimitet emocional. Një darkë e qetë mund të rindizë pasionin. Nga ana shëndetësore, shmangni lodhjen e tepërt. Trupi juaj po ju jep sinjale. Këshilla e ditës, besoni intuitës suaj, ajo nuk gabon sot. Binjak. Energjia juaj është në kulm. Sot do jeni në qendër të vëmendjes. Komunikimi është arma juaj më e fortë. Një mundësi e re profesionale mund të shfaqet papritur. Mos hezitoni. Në dashuri, flirtet janë të favorizuara, por mos luani me ndjenjat e dikujt. Këshilla e ditës, shfrytëzoni çdo mundësi që ju del përpara. Gaforja. Ndjenjat sot janë më të forta se kurrë. Mund të përjetoni një val nostalgjie. Një familjar ka nevojë për mbështetjen tuaj. Mos e injoroni këtë thirrje. Në aspektin financiar, një shpenzim i papritur mund t'ju shqetësojë. Këshilla e ditës, mos mbani gjithçka brenda vetes. Oni. Sot kërkoni vëmendje dhe do ta merrni. Një kompliment ose vlerësim publik do t'ju ngrejë moralin. Në dashuri, pasioni është i lartë, por kujdes me xhelozin. Një mundësi financiare mund të kërkojë guxim. Këshilla e ditës, vetbesimi është arma juaj më e fortë. Virgjëresha. Perfeksionizmi juaj sot mund të krijojë tension. Jo gjithçka duhet të jetë perfekte. Në punë një detaj i vogël mund të bëjë diferencën. Mos e neglizhoni. Në dashuri është momenti për sinqeritet. Këshilla e ditës, lëreni kontrollin dhe merrni frymë thellë. Energjia e 16 shkurtit intensifikohet pas mesditës. Vendime të papritura, mesazhe surprizë dhe emocione të forta do të dominojnë mbrëmjen. Nëse nuk e gjete veten në pjesën e parë, tani është momenti yt. Peshorja. Sot ndiheni të ndarë mes zemrës dhe arsyes. Një situatë në marrëdhënie kërkon balancë, por jo kompromis me veten. Në punë dikush mund t'ju vërë në provë durimin. Mos reagoni me emocione, diplomacia është forca juaj. Beqarët mund të takojnë dikë në një ambient krejt të papritur. Këshilla e ditës, mos e humbni qetësinë për gjëra të vogla. Akrepi. Energjia juaj sot është magnetike. Njerëzit ndihen të tërhequr nga ju, por edhe pak të frikësuar. Në dashuri, pasioni arrin kulmin. Një bisedë e thellë mund të zbulojë sekrete të fshehura. Financat përmirësohen, por shmangni rreziqet e panevojshme. Këshilla e ditës, mos manipuloni situatat, lërini gjërat të rrjedhin natyrshëm. Shigjetari. Sot ndjeni dëshirë për liri. Një rutinë e mërzitshme ju lodh. Një mundësi për udhëtim ose për një projekt të ri mund të shfaqet. Mos e injoroni. Në dashuri, kërkoni emocion, por sigurohuni që të mos lëndoni dik pa dashje. Këshilla e ditës, ndiqni intuitën, por mos harroni përgjegjësitë. Britsjapi. Sot jeni të fokusuar në qëllime të afatgjata. Një lajm nga puna mund të ndryshojë planet tuaja. Në dashuri, partneri kërkon më shumë kohë nga ju. Mos e lini gjithçka për nesër. Financat janë stabile, por mos investoni pa analizuar mirë. Këshilla e ditës, disiplina ju çon drejt suksesit. Ujori. Idetë tuaja sot janë brillante. Një projekt kreativ mund të marrë formë. Në dashuri, prisni një surprizë, dikush po mendon për ju më shumë se sa imagjinoni. Shëndeti kërkon më shumë kujdes, veçanërisht gjumi. Këshilla e ditës, mos e nënvlerësoni fuqinë e ideve tuaja. Eshit.
Shenja EDT përjetoj diçka të veçantë se të. Intuita juaj është jashtëzakonisht e fortë. Një ëndër ose ndjenje e brendshme mund t'ju paralajmëroj për diçka të rëndësishme. Në dashuri, një rrëfim i papritur mund t'ju emocionoj thellë. Nga ana financiare, shmangni huat ose premtimet e mëdha. Këshilla e ditës, besoni zemrës suaj, ajo sot është udhërfyesi juaj më i mirë. Orët me fat dhe gjërat që duhet të shmangni sot. Pjesa e tretë e horoskopit fokusohet tek praktikat e ditës. Momentet e favorshme dhe paralajmërime që secila shenjë duhet të di për të shmangur probleme të panevojshme. 16 shkurti ka energji të forta. Ndaj disa veprime të thjeshta mund të kenë ndikim të madh. Orët më me fat për secilën shenjë. Dashi, 10, 0012, 00 dhe 18, 0020, 00. Demi, 09, 0011, 00 dhe 16, 0018, 00. Binjakët, 08, 0010, 00 dhe 19, 0021, 00. Gaforja, 11, 0013, 00 dhe 17, 0019, 00. Luani, 14, 0016, 00 dhe 20, 0022, 00. Virgjëresha, 09, 3011, 30 dhe 15, 0017, 00. Peshorja, 10, 30 12, 30 dhe 18, 30 20, 30. Akrepi, 11, 0013, 00 dhe 19, 0021, 00. Shigjetari, 08, 30 10, 30 dhe 17, 0019, 00. Britsjapi, 09, 0011, 00 dhe 16, 0018, 00. Ujori, 12, 0014, 00 dhe 20, 0022, 00. Peshqit, 10, 0012, 00 dhe 18, 0020, 00. Këto orë janë të favorshme për vendime, takime, investime dhe hapje mundësish. Çfarë duhet të shmangni? Dashi, mos u përfshini në debate pa nevojë. Fjalët mund të keqkuptohen. Demi, mos bëni premtime të mëdha në punë. Qetësia është qelësi. Binjakët, shmangni shpenzimet impulsive dhe marrëveshjet e ngutshme. Gaforja, mos refuzoni ndihmën nga të tjerët, edhe nëse ndiheni të pavarur. Luani, kujdes nga xhelozia dhe konkurrenca e panevojshme. Virgjëresha, mos u tensiononi për detaje që nuk kanë rëndësi të madhe. Peshorja, mos lini balancën emocionale të ndikojë vendimet. Akrepi, shmangni manipulimet ose intrigat në punë. Shigjetari, mos nxitoni në marrëdhënie të reja pa njohur mirë personin. Britsjapi, mos mbani tensionin në trup, gjimnastika e lehtë ndihmon. Ujori, mos i ndani idetë tuaja me dikë që mund t'i keqpërdor. Peshqit, shmangni marrjen e vendimeve financiare pa analizë të thellë. Përfundim, 16 shkurti është një ditë me mundësi të shumta, por edhe sfida emocionale dhe praktike. Kujdesi dhe ekuilibri do të jenë çelësi për të përfituar maksimalisht nga energjia planetare. Një vendim i vogël sot mund të ketë ndikim të madh nesër. Ndaj ndiqni intuitën dhe gjeni ekuilibrin mes arsyes dhe zemrës.